Momentalisht kemi gjithsej 28 pozita të lira domethënë deri në pothuajse përfundim të vitit 2025. Duke marrë parasysh vlerësimin e performancës sipas të dhënave të lartcekura, i rekomandoj Këshillit Gjyqësor të Kosovës që të propozoj te Presidenti e Republikës së Kosovës riemërimin e 45 gjyqtarëve me mandat të përhershëm. Momentalisht kemi gjithsej 28 pozita të lira domethënë deri në pothuajse përfundim të vitit 2025. Propozimi është që ne të shkojmë në një konkurs me 20 pozita të lira, 8 janë të rezervuara, të shojmë edhe procesin që është i papërfunduar me pozitat të rezervuara, dhe në momentin që do të kemi të përfunduar procesin me pozitat e rezervuara, do të kemi edhe një proces të veçantë, po besoj, për pozitat e rezervuara, pra konkursi do të jetë serioz edhe për 20 gjyqtarë të ri në gjykatën shkallësore. Mandati fillestar i gjyqtarëve përfundon më 30 qershor 2025. Komisioni pas vlerësimit të performancës së gjyqtarëve me mandat fillestar brenda afateve të caktuara ka hartuar raportin përmbledhës. Bazuar në raportet e gjyqtarëve vlerësues, komisioni ka vendosur në mënyrë unanime për vlerësimin sipas shkallës së vlerësimit si në vijim. Mbi 67 deri 32 pikë, komisioni ka vlerësuar 32 gjyqtarë për vlerësim me vlerësim shumë mirë, dhe mbi 82 deri 89 pikë, komisioni ka vlerësuar 13 gjyqtarë me vlerësim të shkëlqyeshëm. Duke marrë parasysh vlerësimin e performancës sipas të dhënave të lartcekura, i rekomandoj Këshillit Gjyqësor të Kosovës që të propozoj te Presidenti e Republikës së Kosovës riemërimin e 45 gjyqtarëve me mandat të përhershëm.